Miq Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku në 2 orët në vim, ku do të diskutojmë faktikisht për shumë tema, por do të ndalemi tek kjo që pat në këto çaste. Përplasja e ndodhur në Këshillin Bashkiak në Pogradec, që duket se ka sjell nevojën e ndërhyrjes së policisë, ku një person është shoqëruar, ndërsa sot po ashtu është mbajtur një protestë dhe duket se zhvillimet vijojnë të jenë prezente. Unë do doja që përpara se të bëja një sqarim të gjithçka e ka ndodhur, të përshëndesja antarin e pavarur të Këshillit Bashkiak, Arbër Male, e kam në një lidhje direkte. Arbër, mirëdita. Mirëdita, përshëndetje. Atëre, do të të lutesha fillimisht të sqarojmë për ata që na ndjekin. Ti ke qenë prezent ditën e djeshme në ambientin ku ndodhi gjithë incidenti? Sigurisht, unë kam qenë prezent dhe jam dëshmitar i asaj ngjarje të turshme që ka ndodhur në Këshillin Bashkiak. Dhe kur po shikoja planet sinqerisht, jam ndjerë vërtet keq kur shikoj një student ekselent të shkencave politike që gjendet në atë lloj situate. Do të përballet me llumin që shpeshherë administratat sjellin në Këshillin Bashkiak. Të lutem, më shpjego pak, kush është personi në fjalë dhe cili është pastaj personi që u qellua? Antari i Këshillit Bashkiak është Ëngjëll Shyti. Okej. I cili është zgjedhur Antari i Këshillit Bashkiak, të cilës parti, çfarë përfaqëson? Okej, për pak qaste do t'jetë Arbri, sepse ka një problem me lidhjen direkte me të, kam përshtypjen, për pak qaste do t'a kemi, për të bërë një sqarim. E gjithë përplasja e dhunshme, e cila është shoqëruar mbledhja e ditës së djeshme në Këshillin Bashkiak në Pogradec, prej disa kohësh banorët e fshatit Çerrav janë ngritur në protesta të vazhdueshme kundër dhënies me qira të sipërfaqeve kullotësore në fshatin e tyre. Ky projekt vendim, që është marrë, është miratuar me votat e të majtëve. Pas procedurës së votimit, banorët të pranishëm në mbledhje kanë dalë duke thënë turp për këshilltarët që votuan këtë projekt vendim. Siç u thash, është mbajtur një protest edhe sot, që është mbajtur nga banorët e Çerravës, të cilët kanë dalë në mbështetje të Kevi Muçllarit, i cili është personi i shoqëruar nga policia. Po Arbër, jemi okay. Të lutem, më sqaro pak kush u përplas me kë dje. Shohim videon dhe ti më komento cilët persona janë. Po, aty do të shikojmë që është një prej antarëve të Këshillit Bashkiak, Ëngjëll Shyti, i cili më njëherë, mbasi Kevi Muçllari ka shprehur indinjatin e tij për vendimarrjen e Këshillit Bashkiak, ku i hiqet një pjesë, gati një pjesë e madhe e tokave bujqësore dhe kullosore të fshatit Çerrav, ka shprehur indinjatin duke i drejtuar këshilltarëve në momente të tensioni me fjalët lena. Dhe ai është ngritur, nëse e shikojmë nga pamjet, dhe është sulur drejt Kevi Muçllarit dhe janë konfliktuar në pamjet që shikojmë. Një akt i paprecedente për Këshillin Bashkiak të Pogradecit, por kjo vjen në kontekstin kur fshatra e Pogradecit tashmë janë një agresion nga administrata e Bashkisë të Pogradecit, ku për qëllime klienteliste dhe njerëz të lidhur me pushtetin lokal duan të grabisin tokat e fshatit Çerrav dhe jo vetëm. Këta banorë kanë të drejtën e tyre sepse zhvillojnë ekonomitë e tyre. Në ato zona ku duan të zaptojnë këto toka, janë toka që janë lënë nga kryepleqësitë e fshatrave, pikërisht me këtë qëllim. Po çfarë nuk shkon me vendimin që është marrë? Po, urdhëro? Çfarë nuk shkon me vendimin që është marrë dhe që u votua vetëm nga njëra palë, po më thoshit, apo jo? Po, sepse banorët e Çerravës kanë të vetme mundësi ekonomike që zhvillojnë, sepse është një fshat e cili ka traditë në mbashtinë e gjeve dhe në blegtori. Dhe nuk mund të konceptohet blegtoria pa tokën. Pra nëse ti heq pjesën kullosore, atëherë ku do shkojnë këta banorë? Duhet theksojmë që fshatrat sot, ata njerëz të cilët kanë ngelur kryesisht në fshatra dhe që zhvillojnë dhe prodhojnë në këto fshatra, janë pikërisht këta njerëz që mbajnë blegtori. Në fshat mund të kesh një market, 5 njerëz që punojnë administrat dhe pjesa më e madhe dhe njerëzit e rinj vital të këtyre fshatrave janë pikërisht ata që merren me këtë lloj ekonomi bujqësore dhe blegtorale. Më shpjegon dot si nisi i gjithë incidenti?
Pra, si u fut Kevi brënda në ata ambient, a kishte ndonjë prapaskem, pra diçka që ka nisur nga përpara, apo ndodhi në atë moment? Kjo vendimarrje ka disa muaj që diskutohet, debatohet, pasi ka 2-3 muaj që ka përpjekje nga administrata për të kaluar të projekt vendim. Po? Dhe Kevi ka qenë aktivist në mbrojtjen e të drejtës të këtyre banorëve, pasi edhe vetë është nga fshati Çorav. Dhe mbledhja e djeshme ka qenë kulmimi i gjithë debateve, diskutimeve, konflikteve që kanë ndodhur midis banorëve dhe bashkisë të Pogradesit. Po. Ky është një tension që po ndodh në të gjitha njësitë administrative. Nuk është problemi vetëm i fshatit Çorav. Kemi gjithashtu një shembull nga fshati Guras. 500 hektarë ka pasur. Pse mendoni ju që po e marrin këtë vendim? Për çfarë arsye? Në fillim ka qenë një projekt vendim për të zhvilluar paqe fotovoltaike. Okej. Të gjitha kullotat për të kthyer në energji diellore dhe sigurisht që këta banorë qoftë për këtë arsye apo për arsye tjetër janë kundër sepse duan t'i marrin t'i zhvillojnë vetë. Kanë kërkuar për 2-3 vitesh nga Bashkia e Pogradesit që të paguajnë taksat, tarifat siç e parashikon ligji, por ju është pamundsuar. Prandaj ata dihen të pambrojtur dhe shkon logjika deri tek ai reagim që njerëzit pastaj dalin nga vetë, edhe një student i ekselencës gjenden në atë lloj situatash ku shikon bashkëtarët e vet që janë në vështirësi të kësaj natyre. Kevi është thjesht një person që preket nga ky vendim, nuk është se ka lidhje institucionale në Këshillin Bashkiak apo jo? Jo. Kevi ka mbaruar shkenca politike dhe nuk merret po them me blegtori. Mirë po ka qenë aktiv në mbrojtjen e interesit publik. Shumë e qartë. Dua të kuptoj edhe diçka tjetër që më bën përshtypje. Një nga, po themi, veprimet që u ndërmorën direkt ishte shoqërimi i Kevit. A thanë ndonjë gjë këshilltarët pas ngjarjes, pra pasi ndodhi akti, a ju ndaluan, a ju folën, a ju sqaruan? Me informacionet që kam unë, mbas kësaj situate të pakëndshme, disa prej anëtarëve të Këshillit Bashkiak kanë bërë, po them, një kallëzim dhe nga burime informale, domethënë kryetari i bashkisë i ka mbledhur, sikurse i ka bërë presion gjithë Këshillit Bashkiak për të votuar pro këtij vendimi. Dhe Këshilli Bashkiak është në një presion dhe agresion të vazhdueshëm nga administrata. Njëjtë, edhe siç ka ndodhur dje, dhe ky arrestim është arrestim krye këput politik, i iniciuar nga kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli. Çfarë hapash do ndërmerrni? Sot ka pasur një protest nga banorët e fshatit Çorav, pikërisht për lirimin, duke u drejtuar institucioneve të drejtësisë për lirimin e menjëhershëm të Kevi Mëshllarit, pasi nuk ka element të veprës penale. Do të shikojmë që nga pamjet është këshilltar i cili ngrihet nga vendi dhe sulmon qytetarin, ndërkohë që në qoftë se një qytetari edhe mund të arsyetohet për mosdijen e Mirë pra, po si nisi incidenti? Kush sulmoi kë? Çfarë bëri Kevi? Çfarë bëri Kevi? Si nisi incidenti? Përplasja fizike? Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, Kevi ka shpjeguar, ka argumentuar, ka arsyetuar pse këto toka nuk duhet të jepen nga qira, i ka bërë thirrje anëtarëve të Këshillit Bashkiak të jenë të arsyeshëm në vendimarrjen e tyre, dhe pasi zëri i tij ran në vesh të shurdhër, ai ka reaguar në atë mënyrë që ne e dim të gjithë, duke ngritur zërin dhe duke i drejtuar me një gjuhë anëtarëve të Këshillit Bashkiak, dhe aty ka ndodhur përplasja. Askush nuk është ngritur përveç këshilltarit Ëngjëll Shyti, i cili është konfliktuar me Kevi Mëshllarin. Qartë. Pas gjithë thyerjeve të Kevit, më pas ka ardhur edhe përplasja dhe policia. Pse u shoqërua vetëm Kevi dhe jo antari i Këshillit? Unë nuk mund ta di dhe ta them, por duket që është një arrestim
me prapavi politike. Nuk e di kujt i ka interesuar që Kevi Mëshllari, edhe pse nuk ka kryer asnjë vepër penale, të jetë sot në burg dhe të vuaj, po them, padrejtësitë administratës bashkiake. Shikojmë edhe është absurde, ata të cilët mbrojnë interesat e qytetarëve, sot gjenden prapa hekurave, dhe ata të cilët grabisin tokat e pogradecarëve, e fermerëve, e blegtorëve, qeverisin pogradesin. Çfarë ju ka thënë policia? Kur do bëhet lirimi i Kevit? Çfarë përballje do ketë me drejtësinë? Tashmë presim që Kevi të dalë në gjykatë dhe shpresojmë që fitoj lirinë sepse e meriton, nuk është absurde të mendosh që një veprim i tillë mund të shkojë dhe të arrestohet. A do të vijoni ju me protesta? Sigurisht, ne nuk trememi nga asnjë lloj presioni i administratës publike. Nuk kanë zgjidhje tjetër banorët, përveç se të protestojnë. Sepse ndjejnë që institucionet i kanë fisur, i kanë lënë. Dhe aty është zhvilluar një konsultim publik para se të merret ky vendim. Do të shikoni që në relacionin që është shoqëruar projekt vendimi, të gjithë banorët janë në unison, janë të gjithë kundër, absolutisht kundër këtij projekt vendimi. Prandaj nuk kanë zgjidhje tjetër përveç se protestave, sepse të zgjedhjet nuk kanë vesh. Po shoh projekt vendimin dhe dua faktikisht të të pyes kur vihet në fuqi, pra kur zbatohet, pasi është votuar dje. Tashmë ngelet ky projekt vendimi shkon prefektit dhe shpresojmë që prefekti të shikojë të gjitha këto elemente dhe shpresojmë që ta kthejë, kupton, por ngelet për të parë. Nuk e di, ne do të ndikim të gjitha bashkë me banorët përveç protestës. Kemi ngritur tashmë një grup juristësh të cilët do ta ndjekin këtë çështje dhe shumë çështje tjera në bashkinë e Pogradesit për ta ndjekur ligjërisht të gjithë të problematikën e dhënies së tokave me qira. Kush i ka marrë, si i ka marrë, sepse ndodh edhe një problematikë tjetër, edhe një handikap. Në bashkinë e Pogradesit janë lëshuar hektar të tëra tokë dhe sot nuk punohen, janë toka dirë për të përfituar nga fondet e IPARD-it. Pra nuk ka zhvillim të tyre tokave. Edhe pse merren nga njerëz të panjohur që nuk janë të kuptoj. Po kush i ka lënë kështu? Bashkia i ka në dorë? Janë pronat bashkisë, janë lëshuar në individ të saktuar me qira, mirë po nuk ka një plan biznesi, nuk janë tokat që nuk zhvillohen. Kuptoj. Ku do t'i drejtoheni? Ku do e prisni përgjigjen? Se kam të qartë që do bëni protesta, po a keni një institucion me cilin doni të flisni përveç bashkisë që duket se vështirë është të ndodh? Ne tashmë i drejtohemi organeve ligjzbatuese për ta parë me objektivitet këtë çështje dhe kërkojmë lirimin e menjëhershëm, siç kurse kërkuan sot banorët e Kevi Mëshllarit, dhe fokusi i organeve drejtësisë të jetë më tepër drejt institucioneve për të monitoruar të gjithë punën e administratës dhe gjitha vendimet që marrin ato, pasi janë vendime të cilat dëmtojnë qytetarët e Pogradesit dhe jo vetëm. Dhe fundet, përpara se të falenderoj, a ke një mesazh për anëtarët e tjerë të Këshillit Bashkiak? E kam një mesazh, por e di që do të bjerë në vesh të shurdhër. Anëtarët e Këshillit Bashkiak duhet të jenë në lartësinë e detyrës dhe të mbajnë premtimet që ju kanë dhënë qytetarëve. Në fillim, ju marrin votën duke ju thënë që ne do të jemi zëri i veshit tuaj në Këshillin Bashkiak, do të mbrojmë interesin tuaj dhe sot nuk i përgjigjen banorëve dhe duhet të theksoj diçka. Këshillat Bashkiak janë zgjatime të administratave, pra nuk janë në mbrojtje të interesit publik. Prandaj gjej rastin të bëjnë një thirrje që të jenë gjithmonë krah qytetarit dhe jo atyre të cilët qeverisin. Të falenderoj shumë, edhe të përshëndes.
Faleminderit për serimin. Uroj të dëgjojmë në ditët në vijim, po kam përshtypjen që do të merrni një përgjigje qoftë për Kevin, po ashtu edhe për atë çka ju protestoni, për të bërë një përmbledhje edhe një herë tjetër të gjithë asaj që ka ndodhur. Sot është zhvilluar protesta ku kërkohet, ashtu siç tregoi dhe Arbri më herët, lirimi i Kevin Muçllarit, i cili pati incidentin dhe përplasjen ditën e djeshme në ambientet e brendshme të Këshillit Bashkiak, ku zhvilloi mbledhja për marrjen e këtij vendimi që Arbri na tregoi ndaj Angel Shytit. Pra, Angel Shyti, anëtar i Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike, ka pasur këtë përplasje që ka nisur nga fyerjet e Kevin Muçllarit, i cili është një qytetar që preket në mënyrë të drejtë për drejtë nga ana e kësaj vendimarrje që është votuar kryesisht me votat e të majtëve. Ky ka qenë momenti kur më pas ka nisur dhe incidenti. Është Kevi i cili fyen, është anëtar i Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike Angel Shyti, i cili kërkon llogari për këtë sjellje të Kevit, e më pas ka nisur dhe konfrontimi fizik mes të dyve. Siç u shpjegua më herët, Kevi është shoqëruar në polici dhe janë qytetarët që sot kanë mbajtur protestën, që kërkojnë lirimin e tij dhe mbi të gjitha rishikimin e atij vendimi që është marrë dje. Kaq për këtë çështje, do ndalemi shumë shkurt në javë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë për tema të tjera.